Hello friends, welcome back and happy Sunday. Today it's 16 March 16 edhe që të shohim një video tjetër, do të bëjmë diçka, do të përgatisim, do të dekorojmë, do të bëjmë disa gjëra të ndryshme në për shtëpi, spring time, me bën preparation for springtime edhe kështu me dha pa humbur kohë, po vazhdojmë edhe të shohim edhe sot se çka kemi. Ja ku jemi edhe sot do të bëjmë dekor pak për Easter, start decor for Easter, edhe do të bëjmë disa lule, flower, do t'i rregullojmë, koha është shumë e mirë e ngrohtë sot, përsëri edhe të shohim si do t'ja bëjmë. A do të dalim dikun apo jo, nuk e di, por do të fillojmë dal nga dal kështu që të jetë qështut për të bërë gati. Edhe after St. Patrick's do të bëjmë pothuajse më tepër për Easter time, edhe kështu që kam rregullu diçka, kam bërë diçka, të shohim, do t'ju tregoj. Good morning! Ja dhe sot dielli me të 15-in, i cili kemi hapë edhe dritare, derën e balkonit, kështu që po duket bukur, shumë mirë, fantastike. Uaj! Ja ku i kemi kështu. Edhe unë po du me vendos që ta shqitoj jashtë që aty, letë kap dile. Okay, and today time, it's so good, so hot, shumë e mirë, shumë e ngrohtë, edhe ja ku jemi kështët, ja ku jemi me këtë banesën këtu, mamma mia sa e madhe është bua, edhe akuma dojmë me qua dhe mana, kështu që ja ku kemi diellin sun edhe today. Ja ku po fillojmë së pari që t'lule, po du me vendos që tu, po du me hik pak së ple edhe pastaj me vendos ta se shiko se si është bërë, si është larguar, edhe kështu që të shohim apo muna me largu nga këtu për ta vendosur këtu. Kështu që kjo është e para që po fillojmë për të bërë përgatitje për spring boreola time. Shiko, ja ku u largua kjo nga këtu, edhe largua qëtu tash të duna mi largu qëtu nga qëtu, për mi largu këtu gurt, edhe pastaj për me, ja ku është kjo, vetëm pak po du me lagën, edhe po du me vendos qëtu, nga këtu, dhe pastaj të e shohim nëse jetë ndonjë gjë tjetër, wow, gjë tjetër këtu për ta mbushur, për ta bërë një plastik dhe për ta vendosur ndonjë lule tjetër, sidoqoftë. Kështu që një herë po vendosim këto qëtu. Ja dhe ku bo, u shpastru, u rregullu gjithçka, këta ndova më në qysh, këto dyja nuk i ndova me njërë me tjetrën, dhe ja ku janë tani këtu, është në një tjetër vazne, edhe të këqyrim apo shumot api. Nuk i vendosa kështu të gur, për shkak se po më duket që po sarijen edhe po lojmë për të shumuar, kështu që ja ku janë 3 copa këtu të cilët edhe fantastiko kryo dhe kja. Kështët. Kurse tani dua të bëj një change që të komplet për ta dekoruar për Easter time, edhe kështu që të shohim ndoshta edhe ndonjërin prej këtyre mund ta dekorojmë, kështu që ja ku i kemi këtu dhe ja ku po të shohim se si do të mund ta bëjmë, qëtu ose pari dua t'i vendos atje lart, që të dyja, dhe pastaj të shohim se si mund ta bëjmë një dekor tjetër kështu, në midis se çka mund të vendosim, kemi edhe këtu lulet, të shohim, apo mund t'i vendosim edhe kemi pjatat, po, të cilët duhet t'i nxjerrim, kështu, wow, dhe qështut, dhe
disa gjëra të tjera kështu të shohim se si po e dekorojmë. Qito pjata po du mi largu, qito po du me largu, edhe mi vendosën qito pjata, qito dyja dhe të shohim do një midis diçka tjetër se shka po vendosim. Shiko, jam duke e formuar këtu të cilën edhe për të qëndruar vetë, të cilat I kemi këto këtu dhe çdo vjet e kemi bërë këtë kështët dhe të shohim apo mundemi me vendos të gjitha, që ku janë, dhe duket bukur kështët. Ja, shiko. Nuk po di edhe veni kuqe a me vendos, apo jo. Kësaj radhe ja kom vendosën këto, dhe po duket, shiko se sa bukur, sa fantastike. Wow, bukur shumë. Dhe të shohim si do t'ja rregulloj. Ja dhe ku bu edhe këtu, tani vetëm po fillojmë për Easter edhe shiko kjo është e para nga këtu lartë, unë vetëm kom vendos këtu leprin bani, por pastaj I largojmë këtu dhe I vendosim edhe të tjerat për Easter, shiko se sa bukur, sa mirë, fantastike po duket kjo këtu dhe është fantastike, kështu që shiko që tu I vendosa për herë të parë mirë se edhe do të rinë me dy këto kështët fantastike, ja ku janë dy lepojt të cilët janë këtu edhe ja ku është edhe këtu I vendosa këtu vetë, shiko se sa bukur fantastike si vjet kështu dhe po rinë mirë, edhe pse nuk po duken të bardhat, po duken këtu kështu dhe lule flower këtu, të cilët është fantastike. Kështu që ja ku është këtu, dhe ja ku e dekorum edhe qëtu, të cilët I largum ato prej këtu dhe vendosa qëtë këtu dhe që vendosa qëtë bani qëtu shumë bukur, dhe sa në anën tjetër, edhe qëtu e kemi marrë një new bani, new decor, shiko se sa e bukur, sa e mirë, kjo bani këtu, të cilën e kom marrë disa 99 cent, edhe shiko se sa e bukur, sa e mirë, dhe kom bërë një super bani këtu family, edhe shiko se sa bukur, sa mirë, fantastike po duket dhe ja ku I kemi edhe kështu të cilën e kemi dekoruar këtu. Për Easter ndoshta do t'ja vendosim edhe më shumë, por ne për Easter nuk jemi këtu, jemi në Gjermani, po të shohim se si do t'ja bëjmë. Kështu që bukur për e shiko edhe që ta e kom marrë new, sta që e kom pas, por që nuk është pastru bashkë mirë këtu, është kam bitur si kështët dhe ndoshta heket me ko, por është kështët një fantastike të cilën përren këtu. Shko se sa e bukur ky bani, ishte edhe një bani tjetër, po nuk është më, nëse do t'kjetë, do t'hy edhe në lartë, do t'a marrë edhe atjetrën. Ja ku e kom vendos prej që ka hy edhe kreshmët, lent, unë kam vendos këtë të cilën e kom marrë si vjetë dhe nuk I kom tregu, shiko se sa e bukur është kjo po I kom tregu, shiko se sa mirë, e vizatuar me wow. Shiko, e ka delet këtu, e ka një shtëpi dhe kjo shtëpia këtu, të cilët është e bukur dhe unë e kam vendosën kështu dhe e porin fantastike këtu dhe qështu. Si dhe djali vllat mi ka pru edhe 2 çokolada. Shiko që të qokoladat me bani, edhe mbrana si duket janë bani dhe do t'i hajmë këto ditë. Kështu që kemi filluar tani Easter dhe për shkak se për Easter nuk kemi këtu, të shkojmë në Gjermani dhe kështu që ja ku është edhe këtu, tek ne. Ja ku po këqyrim edhe basket. Është nalë. Pa I fut. No.
Ah. Shiko tani janë të mëdhenj që po luajnë. No. Gjuj. Tash është pjesa tjetër se ka fillu. Opa. Gjuj. Opa. Oh no. Ja ku jemi këtu dhe ja ku u kthyem. Shikuam basketball, njëri shikuam fëmijët të vegjël të cilët po luanin, pastaj ishin edhe të tjerë të pak më të mëdhenj dhe tonight do të shkojmë këshyr edhe më të mëdhenj profesionalista, por në fillim shkuam deri në shiko se mora qito që shtë për këpucat e mia, shiko këtu për shkak se mu kanë prish edhe mu kanë këput, kështu që të shumë apo mu i mi vendos apo jo qito, edhe do t'ju tregoj sa shma vonë murëm diqka për milion frutat edhe perimet kështët, edhe koha e mirë gjithmonë, edhe sonte do të shkojmë pra në basketball again, edhe duhet me qëta shiko, akoma e kam qëta për Valentine's Day. Tomorrow e kemi maybe another video for St. Patrick's Day, që jo nuk e di kështu, maybe për St. Patrick's Day another video, po të shohim kështu si për ja. Okay. Shiko se qa po bëjnë. Ui. Sa interessant. Wow. Interessante. Shika. Wow. Një numër i madh I të në shkon. Wow. Shika. Ui. Përsëri në basketball, tani me të mëdhenjt. Shiko, ja kaluar. Sa I rodhe ka më pak njerëz. Jo, nëse sa është. Oh no. Ato s'kallzon kur janë nis.
Ja, ku jam këtu edhe po shikoj filma. Jam tani vetëm në dhomë edhe jam mbuluar. Kështu dhe po shikoj filma. Shikoj jam me batanie, me pijama edhe po shikoj filma kështu edhe po të me përfundu vitën pastaj. Nuk e di se si do t'ja bëjmë, çka do t'ja bëjmë, por që është kështu një video e thjesht, sa për ta mbush. Edhe disa gjëra të cilat pata mi bë, për atë arsye edhe deshta mi ju tregu. Ishim në basketball edhe mbrëmje, edhe kështu që sot kemi këqyr basket shumë. Të shohim se si do t'ja bëjmë. Kjo pra është edhe të sa i përket edhe kësaj video. Gjithë ju që pëlqeni videot e mia, bëni like edhe bëni subscribe për më pa të gjitha videot e mia në kanalin tim në Lifestyle Channel. Bye bye and see you next video.